mundësi që Arsenal na kalon si vjetë. Nuk di. Këto janë pas ndeshjes. Ka bërë bujë gjithandej. Kpucat që pa ta shënu 2 gola. Futbollisti i Majorkës Vedat Muriqi është në radarin e gigantit spanjoll Barcelona. Sipas mediumeve spanjolle, Muriqi mund të bëjë kalimin në Camp Nou gjatë kësaj vere. E pikërisht për këtë temë të nxehtë Arlen Sadiku e pyeti në intervistën ekskluzive me Vedat Muriqin. Po, jo veç për mu, po për pa marrë parasysh çdo lojtar në moshën 32 vjeçar pas Majorkës me qenë pjesë e Barcelonës është ëndër që nëse realizohet është ëndër më i madh që mund t'jetë më duket në karrierën personale. Ai në këtë intervistë për herë të parë ka treguar si e ka refuzuar Paris Saint-Germainin për Lacion. Para se me hyp në aeroplan, Paris Saint-Germain na ka thënë letër klubit që jemi të interesum, ka thirrë menaxherin e tëm, ka thonë mos hypni në aeroplan se jemi të interesum, kena me pagu çfarë lyp Fenerbahçe edhe kena me pagu çfarë lyp ju, hajdeni tena Paris Saint-Germain. Jemi të folë se pa ta shënuar 17 golla, 8 asiste. Pak para se me nënshkruaj. Pak para se me nënshkruaj me Lacion, para se me hyp në aeroplan. Pa ta dhëmë fjallën Iglit, edhe një shqiptar normal, e mam fjallën e vetë, më thash, pa marrë parasysh se Parisi është klubi i madh, dhe thash, kënej është fjalla. E nëse është në mes të Barcelonës dhe Real Madridit, Muriqi na tregon kë e zgjedhë. Ka me luajtur rol kryesore, na ku po dojna me jetu, apo dojna me jetu në Madrid, apo dojna me jetu në Barcelonë. Edhe normalisht, mos tim shefim këto senet, edhe ana ekonomike. Këtu kanë më varë, këto 2 senet janë... E nëse mund të bëj një kalim edhe në Stamboll tek Fenerbahçe, Muriqi na tregon se është në bisedime. Siç ka thonë, oferta është e mirë, diskutojmë verës. Përgjigja e zotri drejtori sportiv ka qenë. E tash ata masi kanë marrë fjalën e drejtorit sportiv, unë pres që ata kanë me bënë një ofertë, sa i përket ata pa u marrë vesh me Majorkën, nuk guxojnë me pas kontakt me mu. Për ndryshe Pirati Kosovaro bë golashenuesi më i miri i Majorkës në La Liga, me 55 gola duke kaluar Samuel Eto'o.